Shikues të nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek ajo çka po ndodh tashmë mes SBA-s, Iranit dhe Izraelit, ku tensionet mes vendeve tashmë po hynë në një fazë të re të rrezikshme, ndërsa dhe përplasja për kontrollin e ngushticës së Hormuzit po kthehet sigurisht në pikën kyçe të krizës në Gjeri Persik. Dhe sipas një analize, armpushimi vendosur 4 javë më parë po tregon edhe shenja dobësimi nga Iran, ndërsa përpjekjet diplomatike mes palëve kanë ngecur duke rritur kështu rrezikun e një rikthimi në luftë të plot. Pra kjo e bërë sipas një analize gjatë këtyre ditëve. Dhe kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime Elianos Kasat. Përshëndes Knesja. Atëherë Eliano, sa i përket tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, të cilat ashtu si e thash po hynë ndoshta në një fazë të re me zhvillime që po ndikojnë sigurisht drejt për drejt stabilitetin rajonal dhe global. Fillimisht si ke parë të gjitha këto lëvizje të fundit prej qoftë nga ana e SBA-s, qoftë nga ana e Iranit dhe si duhet lexuar më tej edhe kjo fazë e re e përballjes mes të dy vendeve? Atëherë, situata duket se ka vijuar të mbetet në fazën e stagnacionit, pra nuk ka pasur zhvillime radikale të quajmë, që mund të kenë ndryshuar totalisht situatën. Gjëja ende mbetet në fazën e armpushimit, madje presidenti Trump së fundmi deklaroi edhe që operacionet ushtarake përfunduan në një farë mënyre. Akoma nuk ka një zhvillim të dytë ose një lajm të dytë, se ato do të vijojnë, do të rivitalizohen, do të ketë më tej eskalim. Gjithsesi, ka që ishte për të bërë u bë në këtë aspekt, situata eskaloi, vendet e Gadishut Arabik, pra producit e naftës, aritëzisë quhet, janë impaktuar jashtëzakonisht, infrastruktura është dëmtuar, çmimi i një fuqie nafte ka vajtur $150 për të vënë më tej. Ekonomia globale ka shkuar me minus, vendet kyçe, disa vendeve kyçe të Azisë, siç janë Indonezia, Malezia, Tajlanda, Filipinet, janë impaktuar rënd në ekonomitë e tyre. Japonia dhe Korea e Jugut kanë hapur rezervat. Dhe po vijojnë akoma të përdorin rezervat, pasi situata është ende e paqartë çfarë po ndodh. Nga OPEC kemi parë që Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dalë, pra hoqën dorë. Gjë që nëse ta marrim në një, le ta quajmë një fotografi të përgjithshme të gjithë situatës ku jemi aktualisht, mund të themi që dëmi ose dëmet kryesore janë bërë. Nuk ka çfarë të bëhet më. Gjëja vetëm që ka ardhur për të bërë thjesht eskalimi total në terren. Që ne e dimë që presidenti Trump desh që të dërgonte trupa në terren për një pushtim ushtarak, por besoj që është kuptuar si për publikut, si prej vetë amerikanëve, që ky është një mision vetvrasës në përgjithshmën e tij. Dhe duket se amerikanët janë tërhequr momentalisht prej këtij versioni, që do të ishte edhe akti finale ta quajmë i aventurës ushtarake në linjën e mesme. Dhe siç e përmenda në fillim, situata duket se është në stagnacion total. Ende pa qartë se çfarë do të ndodhi, por që dialogu sigurisht po vijon, po shtyhet kryesisht edhe po emfazohet edhe prej faktorëve të tjerë global, siç e përmenda, jo vetëm prej vendeve të Gjirit Persik ose Gadishut Arabik që ne kemi përmendur më parë, si Sultanati i Omanit, si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, por edhe faktorë të tjerë që janë Zvicra, Republika Popullore e Kinës, Rusia, India, gjithashtu edhe prej Evropës, me Spanjën, Turqinë, Francën e të tjerë, gjë që tregon që vetë karakteri i kësaj me temi lufte, i këtij eskalimi ushtarak, duke se ka pasur një efekt bumerang për amerikanët, gjë që na ndihmon edhe të shpjegojmë faktin pse ata po të riqen në mënyrë jo ashtu papritur, do të thosha, pasi ne dim se deri tani më gjithçka ka qenë një dështim, dhe sipas
për llogaritjeve që janë bërë gjatë javës së kaluar, në këto gati 2 muaj, një gjë e tillë që ka qenë konflikti ushtarak në Lindjen e Mesme, i ka kushtuar amerikanëve rreth 25 miliard dollar. Qartë, por pra po flasim për $100 milion në ditë. Gjë që ne kuptojmë ose kuptohet që ka dhe impaktin e saj jo vetëm në buxhetin shtetëror të Amerikës, do se ne dimë që Amerika ka një buxhet të madh, pavarësisht kjo është një goditje për buxhetin amerikan, i cili sot është edhe në vështirësi prej sanksioneve që presidenti Trump i ka dhënë shumicës së globit, dhe njëkohësisht edhe prej impaktit që vetë konsumatorët amerikanë, që kemi përmendur më parë, e kanë ndjerë për rritjes së çmimit të naftës dhe gazit, rritjes transportit, se ne dimë që Amerika nuk ka transport publik, ata kryesisht e paguajnë vetë, por kanë transportin privat prioritar. Pra gjitha këto kanë goditur dhe shportën amerikane ose konsumatorin amerikan, gjë që e ka shtuar më shumë më tej presionin kundrejt përfundimit të këtij konflikti dhe më saktë të arritjes së situatës ku ne jemi sot, pra që është një stagnacion që askush nuk e di se si do të vijojë më tej ose çfarë synohet më tej të arrihet. E qartë, vjen nga ana tjetër, mes të gjitha këtyre zhvillimeve dhe tensioneve mes SBA-s dhe Iranit ka pasur ndërkaq një takim mes ministrit të jashtëm kinez edhe homologut të tij iranian. Çfarë ka ndodhur? Ne dimë që diplomacia iraniane që për fillimin të konfliktit kanë qenë shumë aktive. Është munduar në çdo lloj kanali diplomatik, shtetëror dhe politik që të ketë lidhje me botën e jashtëm, pra mos të krijojë vetë izolimin brenda konfliktit, siç quhet. Takimi i ministrit të punëve të jashtme nuk ka qenë i pari, vetëm i veçantë të këtyre takimeve. Ne dimë që kjo është një lloj strategjie, le ta quajmë diplomatike e Iranit, për të arritur për të konsoliduar edhe atë që ne ndoqëm një shtyllë kurrizore politike për të forcuar dialogun nëpërmjet faktorëve kyç. Pra ne kishim në fillim Pakistanin, kishim Omanin, kishim Emiratet e Bashkuara Arabe, kishim Zvicrën, Spanja njëkohësisht ka rivitalizuar, siç kemi përmendur më parë, dialogun diplomatik dhe ka kthyer ambasadën edhe gjithë kanalet të komunikimit dhe po shtyn edhe njëkohësisht për të proces, dhe së fundi ka qenë Republika Popullore e Kinës. Kjo është një faktor i madh global dhe me një peshë të madhe në gjeopolitikën globale. Dhe gjitha këto takime, gjitha këto le t'i quajmë akullthyerje të situatës politike kanë arritur që Irani në një farë mënyrë të mund të, siç e përmenda, jo vetëm që ta mbajë gjallë komunikimin me botën e jashtme, pra ta heqë versionin e një vetë izolimi që mund të ishte edhe katastrofal për ta, sepse pa dialog vetëm i vetë izoluar ne dimë që Irani do të kishte shumë pak shanse. Po njëkohësisht ta arrijë ta përforcoj retorikën e tij në kuadër të dialogut diplomatik, pra ndim që Irani gjithmonë po e thekson faktin që lufta është e nisur prej amerikanëve dhe izraelitëve dhe mbi dialogut, gjetjes së një rruge të mesme, gjetjes së një lloj kompromisi të dy anshëm, i cili nuk do t'i lidhë të kënaqur të dyja palët, asnjëherë më shumë se tjetra, asnjëherë më pak se tjetra. Dhe gjitha këto duke se kanë treguar, siç e përmenda, se vetë Teherani e ka kuptuar se i vetëm nuk mund të vazhdojë për një kohë të gjatë. Dhe fal kësaj mbështetje ndërkombëtare, fal ndërkombëtarizimit nëpërmjet tregimit të diplomacisë të nivelit, le ta quajmë global, ndërkombëtar, pra të nivelit të lartë, jo thjesht në diplomacia rajonale, një diplomacia të bazuar në një gjuhë e inatit, të urrejtjes së të gjatë këtij lloji, ne kemi parë që po ta krahasojmë, pavarësisht se nuk do të mbajmë anë këtu, nuk është se deklarata ime tani është për të mbajtur anë, por duhet për një vëzhgues të vëmendshëm, deklaratat politike, takimet diplomatike dhe retorika e Iranit ka qenë shumë e matur kundër SBA-s, Izraelit, ka qenë e bazuar në fakte, nuk ka qenë e bazuar në gjuhë urrejtje. Sa po ta shikojmë nga ana amerikanëve, nga ana izraelitëve dhe aleatët të tyre, ka qenë një retorikë e mbushur kryesisht
me ofendime, ka qenë me kërcënime, ka qenë me ne di presidenti Trump tha do ta zhduke këto civilizim. Pra, po flasim deri në ekstrem. Pra, gjitha këto që përmenda dialogu diplomatik i Iranit, gjua e përmbajtur, iniciativa politike që të thyet izolimi, mos vendi të jetë të vijojë të funksionojë, pra administrata ose aparati burokratik shtetëror dhe ai diplomatik të vijojë të funksionojë në kuadër të një konteksti më të gjerë të marrëdhënieve ndërkombëtare, po edhe të marrëdhënieve midis aleatëve të Iranit, po edhe shteteve që Irani nuk ka pasur marrëdhënie fort të ngushta, pra ne dim Spanja është vendi i Bashkimit Evropian dhe NATO dhe ka qenë kritikues i fortë i Iranit para 4-5 vitesh kur u ndodhen protestat iraniane të shoqërisë iraniane kundër qeverisë aktuale, ose ato feministe kundër ligjeve tash për atë qeverisë iraniane. Pra, nuk se ka treguar një dashuri të madhe në kontekst historik midis së dyja shteteve dhe dyja qeverive ose regjimeve aktore që ato kanë. Por në këtë aspekt le të quajmë diplomacisë finoke të Iranit, kjo ka arritur që një farë mënyre të tërheqë vëmendjen e ndërkombëtarëve dhe ta paraqisë Iranin në vetvete ashtu siç në realitet edhe mund ta quajmë si viktimën e gjithë kësaj çfarë ka ndodhur. Dhe dialogu që për përmendur diplomatik është nga mitet kyçes që ata po arrin ta zhvillojnë këtë gjë. Pra, që përmenda, të bazuar kryesisht në një dialog reciprok, fort të matur dhe gjithmonë duke emfazuar mbi arritjen e një kompromisi, pa deklarata ose kërkesa maksimaliste. Amerika ne di, ne filloi me kërkesa maksimaliste. Ushtria duhet të reduktohet, arma atomike jo, raketa jo, duhet të bëhet kjo, duhet të bëhet ajo. Pra, ishte një listë e gjatë me kërkesa që ishin pak a shumë kapitullim i shtetit dhe i qeverisë iraniane. Dhe një gjë që ne dim pas 2 muajsh, jo vetëm që nuk u arrit, po përfundoi në një kaos të vërtet në linjën e mesme, të ngjashëm vetëm atë të 2011-s, kur ndodhi dhe pranvera arabe, që dim që linja e mesme përfundoi gjitha në kaos për gati një vit. Në këtë aspekt do të thosha që dialogu po vijot, që përmenda më në fillim, dhe në këtë pikë duke se iranianët janë akoma në kryesim, në anën diplomatike flas. Pa dashur të efekte dhe një, pa dashur që të duket si ku po baj anë midis amerikanëve dhe iranianëve. Është thjesht fakt në terren që mund të vërtetohet prej gjithkujt. Por nga ana tjetër, përpjekjet për ndërmjetësim përfshirë këtu edhe takimet që ndodhen në Islamabad, Elianos, nuk kanë prodhuar progres të dukshëm ashtu si ne e dim, pra deri në këtë moment që ne flasim. Sa efektive mendon Elianos se janë aktualisht të gjitha përpjekjet ndërkombëtare për të ulur edhe tensionet mes vendeve? Atëherë, siç e përmendëm, Islamabadi nuk është dështimi i parë që ndodhi. Dështimi i filloi me sulladatin e Omanit dhe më pas me Zvicrën, të cilat dështuan që të krijonin konditat për një rivijim të dialogut i cili duhet teksuar. Ishte produktiv deri në momentin që Izraeli filloi sulmet jo ligjore dhe në thyrje të çdo konvente ndërkombëtare kundër Republikës Islamike të Iranit. Kështu që nuk është diçka për të çuditur që iranianët janë fort skeptik dhe po kërkojnë që kërkesat e tyre mos i kenë të negociueshme në kontekst të faktit që nëse ata e kanë pikat e qarta, ata në fillim kanë vënë sovranitetin e tyre kombëtar, interesin e tyre kombëtar, dhe të gjithë një, le të themi, kompromis i cili këto gjëra nuk i dhunon, nuk i kërcënon, nuk i prek. Mos mund ta quajmë kështu. Ne dim që amerikanët edhe janë të pavendosur ose mësaj nuk ka një strategji të veçantë çfarë janë duke bërë në linjën e mesme, është diçka e media amerikane këtë theksojnë që askush nuk e di çfarë po ndodh, çfarë po bëhet. Çfarë administrata amerikane është duke përllogaritur, duke planifikuar, duke programuar, projektuar, si nuk e di si mund ta quajmë, për versojnë çfarë do ndodhi pas kësaj, pasi ne e dim ose e përmendëm që lufta e ka çuar mbrapa ekonominë globale. E ka sipas statistikat të Bankës Botërore, ekonomia globale mund të jetë nga 0.5 deri në -1.5, gati në versionin më të keq -2%. Në rritjen e saj, e gjitha si ekonomi globale flas. Pa përmendur që ekonomia azisë lindore sot është në prag të kolapsit
dhe me çmimet që e naftës, petrolit, gazit dhe transporti publik dhe industrive që cilat janë impaktuar jashtëzakonisht për kësaj. Pra të gjitha kjo është presion në këtë dialog dhe sa e që ky dialog po dështon. Personi pritet më shumë dhe situata po të akoma edhe më keq. Pasi ne dimë që ka pasur së fundi edhe konfiskime të tankerave që mbajnë naftën, produkte të tjera të naftës, ka pasur sulme prej të dyja palëve kundër anijeve ose disave varkave të tjerë që janë munduar të çajnë përmes ngushtisë së Hormuzit, pa përmendur dhe piratësinë e cila është rivitalizuar tani që le të themi tregtia botërore e naftës dhe gazit po mundohet që të kalojnë nga deti i kuq, pra janë piratët somalez dhe eritrian të cilët janë rivitalizuar jashtëzakonisht. Pra të gjitha këto janë pasojë e çdo lloji neglizhence, e çdo lloji, le të themi, mos të bërit një hap mbrapa, dhe të mos kuptuarit të pozicionit të partnerit që është në dialog, nëse mund ta quajmë kështu. Dhe kjo, nëse po vijon pas Pakistanit, duket se mund të ndodhi në Kinë. Takimi i radhës mund të jetë në Kinë për të diskutuar për të, siç e përmendëm në fillim të intervistës, presidenti Trump ka për të vizituar në mes të majit, ende besoj që data 14-15 maj, po asgjë e qartë akoma, pritet të konfirmohet zyrtarisht, ka për të vizituar Pekinin, dhe ne dimë që Republika Popullore e Kinës është dhe importuesi më i madh i gazit, naftës dhe produkteve të naftës së Iranit. Sigurisht është impaktuar jashtëzakonisht, pavarësisht se ne siç e kemi përmendur edhe më parë, Kina importon naftë edhe prej Federatës Ruse, edhe prej vendeve të Azisë Qendrore si Turkmenistani, Kazakstani, Uzbekistani dhe të tjerë. Pra ajo është diversifikuar në këtë aspekt, nuk është diçka që është e jashtëzakonshme. Por sigurisht që impakti ndihet në ekonominë kineze, pasi dhe Kina është shumë e kujdesshme dhe nuk do që të krijojë një lloj marrësie totale prej vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik. Pra pasi ne dimë që influenca ruse në to e vogël e madhe pavarësisht është e ndjeshme dhe ne dimë që nëse Rusia si në rastin e Evropës do të ketë një mosmarrëveshje nesër pas nesër, ata mund ta mbyllin naftën e gazit që mbyllën për Evropën. Kështu që është një etik me dy pres, pasi aleancat dhe dashuritë e mëdha nuk parazgjasin, ne dimë. Gjithsesi, mund të ndodhi, sipas shumë ekspertëve dhe analistëve, që Irani ka për të diskutuar, është patjetër, por mund të ndodhi që Kina do të mundohet ta thyejë akullin e diskutimit dhe të ofrojë një propozim të saj. Se çfarë propozimi është akoma e paqartë se si qysh tek ose çfarë mund të përmbajë. Dhe si propozimi besoj që ka për të ofruar, Kina do mundohet që të krijojë, le të themi, me anë të prezencës, impaktit, fuqisë saj ekonomike dhe ushtarake, të theksojë rolin e saj ndoshta si ndërmjetësues. Mund të ndodhi pasi së fundi presidenti Trump ka qenë shumë pozitiv për presidentin Xi Jinping, edhe ka qenë edhe fort, le të themi, me shpresa për takimin që ka për të ndodhur në Pekin, që ka për të prodhuar rezultate shumë të pozitive dhe shumë benefite për Shtetet e Bashkuara, për Kinën edhe për sigurisht ekonominë globale. Dhe për të parë sigurisht, ende nuk është e qartë se çfarë do të ndodhi. Gjithsesi, fakti që presidenti Trump ka shpallur, le të themi, përfundimi në thonjza, se mund ta quajmë kështu, të operacioneve ushtarake në Iran dhe e ka theksuar rolin e vizitës që ka për të qenë një vizitë fort e rëndësishme në Republikën Popullore të Kinës. Ndoshta mund të jenë, le të themi, paraprita ose hinte si quhen në anglisht, për një rivitalizim të propozimeve të paqes, të dialogut tripalësh kësera, trilateral, midis Teheranit, Pekinit edhe Washingtonit, ndërmjetësimin e Pekinit siç e përmenda, i cili mund të prodhojë edhe ndoshta një lloj marrëveshje, një lloj memorandumi, një lloj le ta quajmë dakordësimi për të dhënë fund konfliktit me një zgjidhje që ka përqenë kënaqëse për të dyja palët dhe që do të impaktojë, le të themi, rëndësishëm asnjërin prej palëve. Flasim, Irani kërkon kompensime monetare për dëmet që janë shkaktuar. SBA kërkon, siç e përmendëm, arsenalin bërthamor të Iranit që nuk do të ekzistojë garanci sigurie për Izraelin. Kështu që mbetet për të parë si ka për të zhvilluar. Por premisa mund të themi që duken pozitive. Tek e fundit është vetëm një shpresë për rendin global që të kthehet në normalitet, që do të jemi pozitiv, le të themi.
Qartë, por të gjitha fushit e tjera në raport me këtë krizë, Eliano, si pozicionohen? Atëherë, ne besoj që nuk ka nevojë për shumë shpjegime për të kuptuar faktin që evropianët janë totalisht kundër luftës që po ndodh në Iran. E kemi parë, askush nuk ka suportuar SHBA-n, askush nuk ka dërguar trupa, nuk është më si Iraku 2003-shit, edhe vetë vendet si Polonia për shembull ose Hungaria, Republika Çeke që kanë qenë të theksuara dhe janë pro-amerikane, edhe kanë qenë nga kontribuesit kryesorë dhe suportuesit kryesorë në 2003-shin në fushatën kundër Irakut, sot janë pozicionuar totalisht të tërhequr, totalisht nuk kanë pranuar që të ndryhin në këtë situatë, ose të eskalojmë këtë situatën duke çuar trupa, tanke, avion, luftani e të tjerë. Njëjta gjë ka ndodhur edhe me vendet arabe, ne dimë që fakti që shumë vendet të botës arabe, si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katari, Sultanati i Omanit e të tjerë, kanë refuzuar të participojnë, ose ata janë sulmuar nga ana infrastrukturore, edhe nga ana civile, dhe nga ana ushtarake, logjistike të tjerë, janë sulmuar Iranit, për Republikën Islamike të Iranit, ata kanë refuzuar të kundërpërgjigjen, pasi ne dimë që ato janë vende muslimane dhe solidariteti musliman pavarësisht shiit ose sunit që janë dy brenchet e muslimanizmit në lidhjen e mesme, kanë diferenca, ata nuk kanë pranuar të sulmojnë, pasi ne dimë që ky është një sulm i nisur nga Shtetet e Bashkuara, pra një fuqi e krishterë, edhe për Izraelit, pra një fuqi judaiste, gjë që është mund të ata përkthehen si tradhti e fesë islame. Njëkohësisht ne dimë që nga vendet e Afrikës, sidomos prej Afrikës së Jugut, e cila është kritikuesi më i madh i Izraelit dhe i genocidit që Izraeli është duke bërë në Palestinë, ka qenë një përgjigje fort e ashpër dhe ka qenë edhe një lloj edhe më shumë theksimi i distancimit prej SHBA-s. Si që përmenda Egjipti, Algjeria, Afrika e Jugut, Namibia dhe tjerë janë tërhequr edhe më tej prej SHBA-s, duke theksuar distancën që ato ka ekzistuar midis tyre, pasi ne dimë që këto vende, sidomos Afrika e Jugut, Egjipti, Etiopia për shembull, janë pjesë e BRICS. Edhe njëkohësisht bashkëpunëtore të ngushta në iniciativën Një brez në rrugë të Kinës, edhe në organizatën e bashkëpunimit të Shanghai, kështu që mund të themi se impakti është gjerë në Afrikë, është ndjerë sidomos në Amerikën Latine, ku ne dimë shumica e vendeve të Amerikës Latine ka qenë kundër dhe vijon të në mënyrë të fortë kundër, sidomos Kuba, Brazili, Meksika e të tjerë dhe kanë denoncuar publikisht atë që është duke ndodhur, pa përmendur Nicaragua, Uruguay e të tjerë. Ndërsa në Azinë e dimë që impakti ka qenë katastrofal, e përmendëm më parë, ekonomia e Azisë është goditur jashtëzakonisht fort, dhe madje është duke ndodhur një fenomen shumë interesant, që dhe në vende fort aleate të SHBA-s, siç janë Filipinet, Tajwani, Korea e Jugut, opozita kundër bashkëpunimit të ngushtë ushtarak të Amerikës, edhe njëkohësisht të suportit qoftë politik, qoftë thjesht retorike politike, nëse të ishte, pasi ne dimë që nuk kanë dërguar trupa edhe anije ose armative, duke se ka krijuar një lloj impakti negativ në publik, dhe vetë publiku ka qenë shumë protesta, sidomos rinia, kundër participimit në luftën e Izraelit dhe Amerikës kundrejt Iranit. Dhe madje kjo ka çuar që siç e përmenda këto vende aleate të shkojnë edhe më fort ndaj Kinës. Pra ato sot janë duke u lidhur më ngushtë me Kinën ekonomikisht dhe duke krijuar dhe më shumë dialog politik me Kinën sesa me SHBA-n, pasi ato e shikojnë SHBA-n si një partner jo stabil, ose është duke u parë kryesisht si një partner jo stabil, dhe një partner i cili është i pabesueshëm. Madje duke qenë siç e kemi përmendur, nëse Tajvani është duke bërë këtë që ata e ndjejnë rrezikun nga Kina dhe që Kina e ka shprehur qartë le të themi projektet e saj për ta aneksuar Tajvanin, për të unifikuar gjithë botën kineze që quhet. Pra nëse Tajvani vetë është duke shkuar në këtë rrugë, besoj që nuk ka nevojë për shpjegim për shtetet e tjera aziatike se si ato mund të reagojnë. Njëkohësisht ka qenë një retorike përmbajtur nga ana e Federatës Ruse, nga vendet e Azisë Qendrore, ata kanë theksuar nevojën për dialog
dhe për të sidomos për vendeve që janë në kufi me Iranin, flasim si Turkmenistani ose Azerbajxhani, por ato janë munduar të mbeten të përmbajtura, duke qenë që marrëdhëniet ekonomike me SBA-n janë fort të rëndësishme. Ne dim që për Rusinë SBA-ja ose më saktë administrata e presidentit Trump është administrata e parë që ata kanë të kryejnë dialog, të takohen, le të themi, të dy liderët, dhe të vijojnë të mundohen të gjejnë një zgjidhje për heqjen e sanksioneve të tjera që sot është më afër se kurrë për Rusinë. Që nga viti 2022. Pra për rusët është një listemi etik me dy presa. Ne dim që ata kanë suportuar Iranin në mënyrë jo të drejtë për drejtë, në anë të ndoshta armatimeve prej detit Kaspik, që është i pa le të themi lokalizueshëm prej radarëve dhe prej le të themi agjenciave të zbulimit amerikan, dhe njëkohësisht prej logjistikës që ne dim prej satelitëve, dhe që është konfirmuar për mediave perëndimore dhe për atyre aziatike që Rusia ka ndihmuar Iranin me logjistikë ushtarake, sidomos prej imazheve satelitore, radarëve ose lokacioneve të bazave ushtarake. Përveç kësaj, duke se asgjë nuk ka ndryshuar, Rusia ka vijuar të mbajë një rol neutral e ka dënuar sulmin në media e saj shtetërore, por nuk ka vajtur një qëndrim le të themi të ashpër si për shembull Turqia e presidentit Erdogan, e cila sot është ose e ka theksuar rrezikun e rieskalimit të konfliktit dhe të një përballje të mundshme të Turqisë me Izraelin, nëse Izraeli do të vijojë të okupojë territoret e vendeve fshije dhe do të vijojë më tej ekspansionin ushtarak afër kufijve të Turqisë. Gjë që është ndoshta një temë për një emision tjetër, pasi është një diskurs fort i gjatë në këtë aspekt. Por që le të themi që kryesisht nga ana e Rusisë ose hapësirës post-sovjetike, qëndrimi ka qenë denoncues mediatik, por nga ana oficiale, shtetërore ka qenë neutral, provimi i dialogut, por njëkohësisht edhe dënimi në mënyrë të butë, jo si në rastin e Spanjës, Turqisë, Francës e të tjerë të opresioneve ushtarake. Pra, por njëkohësisht mund të për të bërë një përmbledhje të përgjithshme, mund të themi se në globalisht trendi është fort negativ, imazhi i SBA-s është impaktuar fort, dhe që të gjithë janë duke shtyrë, duke politikisht, mediatikisht, diplomatikisht, në çdo mënyre dialogu, edhe gjetjen një kompromisi dhe përfundimin e luftës. Por është duhet të theksuar, siç e përmenda, që askush nuk ka për të participuar në mënyrë direkte dhe indirekte. Së fundmi dhe qeveria e Koreas së Jugut e ka thënë haptazi që ata nuk dihen komfort me SBA-n, e cila po ushtron akoma presion që ata të participojnë në operacione ushtarake. Dhe shumë të tjera të Azisë, Afrikës, Linjës së Mesme, Amerikës Latine të tjerë, edhe Amerikës së Veriut, Kanadaja, siç e dim, janë treguar fort denoncues për këtë politikë jo të pastër, le ta quajmë, të SBA-s, për presionin diplomatik që SBA-s duke bërë, por njëkohësisht edhe për faktin që SBA-ja nuk është ende serioze dhe nuk ka një plan për të ulur në dialog dhe çfarë ose le të themi se çfarë versioni ata mund të paraqesin për sigurinë e linjës së mesme pas përfundimit të këtij konflikti. Pra një program nuk ka, një plan nuk ka, gjë që e ka bërë situatën që të mbetet ende në stagnacion, siç e përmendëm, pa një përfundim të qartë çka ka për të ndodhur. Mirë, Elianos, nga ana tjetër, për ta mbyllur shkurtimisht, ka pasur dhe një telefonat mes ministrit të jashtëm gjerman edhe homologut të tij iranian Abbas Araqchi, ku është diskutuar mbi të gjitha zhvillimet pranë në lidhje me programin bërthamor të Teheranit, por sigurisht edhe situatën problematike siç e përmendëm në ngushticën e Hormuzit. Mendon se tashmë është duke u rritur edhe roli i Gjermanisë si ndërmjetës në krizën mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër, sa reale është edhe që kërkesa që Irani të heqë dorë plotësisht pra nga programi bërthamor? Atëherë, kur vijmë me pikën e fundit, mbi lidhje me dorëheqjen e arsenalit bërthamor. Nuk është arsenal bërthamor, drejshemori. Është thjesht energji atomike që shumë vende e kanë. Nuk është diçka, edhe Hungaria ka centrale bërthamore. Dhe nuk shikohet si kërcënim. Në Hungaria, çdo thotë, nëse ti ke centralë bërthamor, në tosha bërthamore, po, ka një mundësi që kjo të ndodhi,
Po përderisa Hungaria nuk e ka bërë, Turqia është duke ndërtuar centralë bërthamore, Izraeli ka centralë bërthamore, dhe Irani ka pasur përkut të gjatë centralën bërthamore dhe do ta shtyjë më tej energjinë atomike për arsye të tyre ekonomike, industriale të tjerë. Gjë që duket pak si jo logjike që ti thua një vendi i cili ka një program ambicioz për të zhvilluar ekonominë e tij, shiko se unë ndjek këtë si kërcënim, që nuk duhet bërë. Dhe edhe nëse ndodh, këtu ka një lloj fakt interesant. Amerika sulmoi Iranin me pretendimin se Irani, ashtu si Iraku njëherë një kohë, po zhvillonte armë bërthamore për shkatrim në masë të tjerë. Atëherë pyetja është e thjeshtë, pse Amerika nuk ka sulmuar Korenë e Veriut që ka armë bërthamore? Askush nuk i përgjigjet. Pra nëse Irani vërtet do të kishte armë bërthamore ose potencial që po zhvillonte armë bërthamore, të gjithë nuk do shumë inteligjencë për ta kuptuar që Amerikanët do ta kishin sulmuar Iranin. Pasi ne dimë që ai do të ishte përgjigjur me armë bërthamore. Të zhvilluara mirë ose pak kishte për të përgjigjur. Apo jo. Pra, në këtë pikë për të drejtuar nga programi bërthamor. Programi bërthamor është thjesht program ekonomik. Pra, energji bërthamore, e cila sot po adoptohet për shembull dhe Polonia. Ka një program për të ndërtuar centralë bërthamore. Edhe Slovakia ka dakordsuar në një bashkëpunim të kompanive ruse dhe amerikane për të ndërtuar një centralë bërthamore. Gjermania vetë është duke kuptuar të centralë bërthamore. Pra, në Franca ka centralë bërthamore, Britania e Madhe ka centralë bërthamore. Nuk është diçka e jashtëzakonshme që Irani po kërkon ose duhet të parë si kërcënim që mund të ndërtojë armë bërthamore. Korea e Veriut nuk ka centralë bërthamore, por ka armë bërthamore dhe arriti të ndërtojë ato edhe me sanksione. Është diçka groteske kur e menduam në këtë aspekt. Mbi telefonata ka qenë, si përmendëm më parë, pjesë le të themi iniciativës diplomatike iraniane dhe njëkohësisht të rivitalizimit të rolit të Evropës. Unë theksova në fillim që Spanja ka hapur totalisht dialog le të themi kanale diplomatike, ka kthyer ambasadën dhe ka kthyer në funksion 100% dialogun ndërqeveritar midis Madridit dhe Teheranit. Shumë të tjera evropiane janë në këtë rrugë dhe janë duke filluar, duke munduar pak nga pak në mënyrë jo shumë konfrontuese me SBA-n sigurisht, që të kthehen në të pikë si Spanja. Berlini, Parisi, Londra, Brukseli dhe të tjerë janë duke mbajtur dialogun, po Berlini është ai i cili pas Madridit ka arritur ta thyejë edhe ai aku të krijojë dialog, pra le të themi të flasin e palën iraniane, të shikoj pozicionin e palës iraniane dhe ta kuptoj se çfarë ata kërkojnë, çfarë ata janë kundër dhe çfarë ata mund të pranojnë, të negociojnë, të bëjnë kompromise të tjerë. Njëkohësisht të fundmi, pas telefonatës me le të themi ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njëkohësisht kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të nënshkruar një memorandum të mirëkuptimit, lajmi është publikuar ditën e sotme. Marco Rubio ka deklaruar qeveria amerikane ditën e sotme se Shtetet e Bashkuara janë gati për të nënshkruar një memorandum mirëkuptimi midis SBA-s edhe Republikës Islamike të Iranit. Gjë që tregon që edhe nga amerikanët vetë, ndoshta presioni evropian, pasi ne dimë që evropianët kanë bërë presion në Washington për të mbyllur këtë aventurë ushtarake, por edhe shumë edhe të Azisë, sidomos Indonezia dhe Filipinat, e kanë bërë të qartë që ata janë kundër asaj që po ndodh dhe kanë bërë oficialisht presion Washingtonit, flasim nëpërmjet dialogut diplomatik dhe këta veshje militare për t'i dhënë fund aventurës ushtarake në lindjen e mesme. Dhe siç duket, fatmirësisht trendi duket pozitiv. Pra besoj që pas telefonatës të ministrit gjerman, kthimit të ambasadës ose dhe funksionimit të shumë ambasadave perëndimore, sidomos atyre spanjolle, turke, franceze dhe të tjerë, ndoshta kjo mund të çojë edhe në rezultate pozitive në dialogun që pritet të vijë së fundmi në mes të këtij muaji në Pekin. Gjithsesi me të për të parë, po që për ta përmbyllur punën e telefonatës, telefonata duhet parë në një kontekst të përgjithshëm, mendoj, jo në kontekst le të themi të përvetshëm, në kuadër të iniciativës evropiane për të diferencuar veten e saj prej SBA-s, pra Evropa nuk përfaqëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Dhe njëkohësisht shtetet evropiane për të diferencuar veten, ndoshta nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, të cilat kanë një çështje ndryshe. Ne dimë që vendet kryesore që sot suportojnë shërbime Izraelin janë Hungaria, Italia, Republika Çeke dhe Gjermania deri së fundi. Vendet e tjera nuk e suportojnë. Pra për mos krijuar dhe një konflikt, le të themi që Bashkimi Evropian po del i unifikuar në këtë deklaratë, që shumë vendet tjera mund të vënë veton, mund të mos pranojnë. Mund të shikojmë që vendet si Spanja, si Gjermania, Franca e të tjerë, ja duke dalë në mënyrë të përveçme dhe duke